Dita e rena fakere, më në të thonë, edhe se çka do ndodhë, është me dorën e deputetëve. Unë e thash edhe herën e kalume që qytetari i Kosovës edhe gjykata kushtetuese ka vlerësuar që kryetari i kuvendit i takon partisë ose koalicionit fitues, edhe është i vetmi që ka të drejtën e nominimit dhe propozimit. Edhe është e padrejtë që partitë tjera që nuk e kanë fituar këtë drejtë me kërku të drejtën e tyre brenda llojit, këtë rast brenda lëvizjes vetëvendosje dhe partnerëve të saj. Kështu që kurdo që ata vlerësojnë që në një kërkesë të tillë që brenda llojit me përgjigj emna, vendosin për një gjë të tillë, i kontribuojnë Kosovës edhe themelimit të institucioneve të reja. Propozimi mbetet i njëjtë edhe unë nuk besoj që është në interes të Kosovës që të vazhdojmë të zvarritëm konstituimin e Kosovës. Këtë rast institucioneve të Kosovës, sa më shpejt që opozita bindet se është e drejtë ekskluzive e lëvizjes vetëvendosur që të ketë kandidatin për kryetar të kuvendit, ne do të kemi zhbllokim të situatës edhe themelim të institucionave. Bisedimet nuk përfundojnë asnjëherë. Bisedimet mund të jetë edhe po mendoj mes takimeve të ndryshme, po njëkohësisht pjesë e diskutimeve është edhe ky komunikim që ne po e bëjmë përmes jush, përmes mediave. Komunikim ndërmjetësim. Po, do të më rëndësi që mesazhet me u përqu edhe besoj që opozita e ka mundësinë sot prapë me e fillu mirë javën duke reflektuar.